Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me ngjarjet e vipave shqiptar. Do të flasim për jetën e tyre, për jetën private dhe profesionale dhe pikërisht do të ndalojmë këtë herë tek një zë i njohur, tek një këngëtar që na ka pasionuar gjithmonë me këngët e tij, me baladat kushtuar dashurisë. Shpat Kasapi, një emër shumë i komentuar të paktën në muajve të fundit për disa trazira që i ka ndodhur në jetën e tij. Vite më parë, Shpat Kasapi bëri publike dashurinë e jetës, një vajzë e quajtur Selvie, me të cilën u fejua, u martua dhe në jetë solli një fëmijë. Në pamje të parë dukeshi një çift shumë i lumtur, dukeshi një çift shumë i gëzuar, dukeshi një çift që dhuronin vetëm dashuri dhe adrenalin, por si fillim Shpati nëpër intervista tregoi që syri i keq apo magjia të shkatërrojnë jetën. Nga vështirësitë që Shpati përjetoi në qytetin e Shkupit me jetesën e tij, Selvia dhe Shpat Kasapi vendosën që të udhëtojnë drejt Tiranës, atje ku do ndërtonin një jetë edhe më të bukur. Por siç duhet, gjërat edhe atje nuk shkuan në rregull, gjërat edhe atje nuk shkuan bukur. Nga burime të afërta kemi arritur të kuptojmë që ndarja, e cila në fillim nuk besoheshte, por që rezulton që të jetë e vërtet, ndodhi nga xhelozia, do të thënë zënkat e shumta, mosmarrveshjet dhe kuptimi i botës së njëri tjetrit arritën që të marrin këtë vendimin ku në mes tyre ka edhe fëmijë. Vetëm një muaj më parë, shkruam për një ndarje jo edhe aq të lehtë që ishte duke ndodhur mes Shpat Kasapit dhe bashkëshortes së tij Selvies. Në një postim në rrjetet sociale ka qenë kjo e fundit që ka konfirmuar jo vetëm ndarjen, por edhe momentet e vështira që ka kaluar në këtë martesë. Selvia postoi një mesazh emocional në Insta Story-n e saj, duke lënë të kuptohet se gjërat mes saj dhe këngëtarit mund të kenë marrë fund. Ky postim ka ndezur një valë diskutimesh mes fansave dhe medias, pasi tani shumë prej tyre janë të mbyndur se ndarja është zyrtare. Ditët e fundit në Tiranë, shkruan Selvia, më në fund po largohem, por zemra ime do të mbaj gjithmonë një copës nga ky qytet. Në çdo cep të saj kam lënë pjesë të shpirtit tim. Një grua që luftoi, qeshi, u rrëzua dhe u ngrit për veten dhe për djalin e saj. Tirana s'do të jetë më e njëjta pa mua, dhe as unë pa të, shkroi ajo krahas një foto. Dhe në fakt shkrimi tregon shumë që Selvia dhe Shpati kanë përfunduar marrëdhënien e tyre, sepse vetëm nga fjala që një grua që luftoi, qeshi, u rrëzua dhe u ngrit për veten dhe për djalin e saj, tregon se çifti ka përfunduar në këtë marrëdhënie. Burimet flasin se çifti që pas shpërnguljes në Tiranë ka pasur probleme të shumta. Shkak për këtë janë bërë jo vetëm xhelozitë e Selvies, por edhe ndryshimi që erdhi bashkë me zhvendosjen. Konfliktet e çiftit kanë qenë të rënda dhe veç xhelozive, akuza ka pasur edhe për veste nga ana e këngëtarit. Në këtë situatë, pas shumë debatesh që çifti ka patur, të dy kanë dhënë fund raportit të tyre në një mënyrë goxha të vështirë. Kuptojmë që çifti braktisën Shkupin për t'u zhvendosur për të jetuar në Tiranë më shumë se një vit më parë. Këtu në Tiranë do të hap edhe një lokal. Jam duke u përgatitur. Jam duke ardhur si biznesmen. Kohët e fundit, 5 apo 10 vite njihem si një këngëtar të pop folkut. 15 vite që po bëj që kam lënë diskun. Para pandemisë kemi bërë një jetë të shturur, kemi kënduar deri në orët e vona të natës 3 apo 4 të mëngjesit. Ajo është muzika. Në fakt, jo të këndosh në orën 9 apo 10 të darkës. Vendosja të bëja një jetë më ndryshe se ajo në Shkup. Ti kem gjërat më afër, mendova për djalin, për kopshtet janë më mirë, gjuha është më e pastër. Megjithatë Shkupin e dua fort se aty jam rritur, por Tirana është tjetër gjë, u shpreh Shpat Kasapi në një intervistë. Por duket se biznesi i tij nuk u hap kurrë, duke sjell jo pak probleme mes shiftit, por edhe shkaqe ekonomike. Pak kohë më parë, Selvia e pyetur për arsyeën e zhvendosjes nga Shkupi në Tiranë, u përgjigj:
janë të shumta, duke nisur nga angazhimet e Shpatit deri tek shkolla e Roelit. Shpatit i duhej çdo javë të vinte në Tiranë, edhe më shumë udhëtonim se sa rinim në Shkup. Kështu që vendosëm të jetojmë këtu. Shkupi dhe Gostivari më mundojnë shumë, por më shumë familjarë që jetojnë atje. Dyshja e njohur gjatë kohës që Selvia grimonte Shpatin dhe vajza që ishin zgjedhur për të performuar në videoklipin e tij. Jemi përshtatur për nga natyra si shok, na ka ecur muhabeti, jemi kuptuar në shumë rrethana dhe afërsia mendoj se ndikon shumë. Pastaj takimi dhe njohja me familjen është pak emocionuese si vajzë, por ato që ta thon për mirë, e përshkroi Shpati bashkëshorten e tij Selvien. Do të thënë fillimisht dukeshin si një çift i cili ishin shembull për të tjerë. Më pas problemet e tyre kanë nisur, le të themi 2 vite me radhë. Tashmë Selvia ka marrur një vendim. Siç duket, Selvia së bashku me djalin e saj Roelin do të kthehen në Gostivar pranë familjes së saj, ndërsa Shpat Kasapi ndoshta do të vazhdon jetën e tij në Shkup pranë nënës së tij. Kjo është lajmi më i fundit që ka të bëjë rreth këngëtarit Shpat Kasapi dhe Selvijes, bashortes së tij, çifti në fakt që tronditi rjetin kohët e fundit. Unë shpresoj që çifti të gjejë gjuhën e përbashkët, ai që njeriu në fakt që Shpati e ka treguar gjatë gjithë jetës, ka treguar një djalë fantastik, një djalë i cili u rit me dashurinë e nënës së tij, me ngrohtësinë e bukur të nënës së tij, një nën që sakrifikoi jetën vetëm për të rritur djalin e saj, një nën që luftoi edhe në këndin e burrit, edhe në këndin e gruas, që të ndërtonte këtë familjen e bukur dhe të kishte një familje të lumtur. Familja Kasapi gëzon një respekt të vërtet dhe Shpat Kasapi ka treguar që është një djalë i mrekullueshëm nëpërmjet artit që ka bërë. Uroj me zemër që këto zënkat në fakt janë zënka normale që ka çdo çift. Xhelozia është e tepërt dhe bëhet e padurueshme. Shpresoj që të rikthejnë besimin tek njëri tjetri dhe të krijojnë dashurinë, se aty ku ka dashuri nuk ka nevojë për xhelozi. Profesioni i Shpatit është shumë i rëndë, andaj ky profesion ka nevojë për mbështetje dhe për dashuri. Këto janë lajmet e fundit që kanë të bëjnë rreth Shpatit edhe bashkëshortes së tij.